Qytetarët e Shkupit u zgjuan sot sërish me shifra alarmante të ndotjes së ajrit. Aplikacionet e matjes së cilësisë së ajrit kanë treguar se mëngjesin e sotëm Shkupi u gjend në vendin e parë për ajrin më të ndotur në Evropë, ndërsa në nivel botror ishte në vendin e 21. Ajri më i ndotur është matur në Karposh, ku indeksi i ndotjes deri në mesditë ka qenë 168, që në gjuhën mjekësore do të thotë i pashëndetshëm për të gjithë qytetarët, ndërsa ajri shumë i ndotur është matur edhe në qendër, ku indeksi i ndotjes në mesditë ka shkuar në 149, ndërkaq aplikacioni IQR e nxjerr hartën e gjithë qytetit të Shkupit me ngjyrë të portokallt, që nënkupton se ajri në gjithë territorin e qytetit është i pashëndetshëm për grupet e ndjeshme të qytetarëve. Nga qytetet evropiane pas Shkupit renditen Amsterdami, Sarajeva dhe Beogradi, ndërsa në nivel botror ajrin më të ndotur e thithin banorët e Lahorit, Pakistan, Delhit, Indi dhe Karachit, Pakistan. Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor ditë më parë lëshoi rekomandime për qytetarët për mbrojtje nga ndotja. Ndalimi djegjes në hapësirë të hapur u rekomandohet të gjithë subjekteve juridike, punëdhënësve që të lirojnë nga obligimet e punës gratë shtatzëna, personat mbi moshën 60 vjeç, si dhe personat me astmë kronike, me infarkt të kaluar të miokardit ose goditje në tru, pa marrë parasysh moshën me rekomandim të mjekut am. U rekomandohet të gjitha subjekteve juridike, punëdhënësve që ta riorganizojnë orarin e punës dhe personat që punojnë në ambiente të hapura, të punojnë nga ora 11 deri në ora 17. Rekomandohet të mos organizohen gara sportive dhe manifestime të tjera kulturore në ambiente të hapura. Nga Ministria po ashtu kanë rekomanduar të intensifikohen mbikëqyrjet e jashtëzakonshme inspektuese ndaj instalimeve me leje ekologjike të integruara të tipit AB dhe elaborate, të intensifikohen kontrollet e jashtëzakonshme të gjendjes teknike të automjeteve, veçanërisht atyre me karburant dizel dhe automjeteve të paregjistruara, si dhe të intensifikohen kontrollet e jashtëzakonshme në kantieret e ndërtimit. Kujtojmë se iniciativa qytetare Stop për Usje bëri thirrje që të njëjtën më 25 dhjetor të bllokohet kryqëzimi mes bulevardeve Boris Trajkovski dhe Serbia, ku siç deklaruan nga iniciativa do t'u paraqiten kërkesa institucioneve kompetente me qëllim zgjidhjen përfundimtare dhe të qëndrueshme të problemit të ndotjes së ajrit në Shkup, e cila sipas tyre shkaktohet nga veprimtaria e cementarës Usje. Nga cementarja e Shkupit Titan Usje i hodhën plotësisht poshtë akuza se veprimtaria e saj është shkaku i ajrit të ndotur në kryeqytet, duke theksuar se pretendimet të tilla janë të pavërteta, pasi nuk bazohen në të dhëna dhe fakte shkencore të matshme.